2000 mosha mesatare e martesave ka qenë 25 vjeçare. Domethënë ka qenë një moshë relativisht e re në të cilën janë martuar të rit dhe të rejat jo vetëm në Kosovë, por edhe në botë. Ndërsa nëse e shohim prej vitit 2000, domethënë prej vitit 2000 e kënej, mosha mesatare është 34 vjeçare. Domethënë kemi një rrëshqitje edhe këtu në Çorsokak ku po shkon domethënë shoqëria duke u plakur për shkak se asnjë vepër e cila bëhet në shoqëri nuk mund të bëhet vetëm aty për atyshme për shkak se ajo ka pasoja të pastajme. Pra nuk mundem me thonë që nuk është problem global përveç problem shoqëror shtyrja e martesës, për shkak se shtyrja e martesës domethënë tkurrje demografike, domethënë plagje të shoqërisë, domethënë mortalitet, domethënë problem shumë të madh, domethënë problem në ekonomi. Po e ka një autor gjerman fol, ka një libër shumë interesant fol për ekonominë botërore. Edhe thotë që cili është roli i rritjes së popullsisë në ekonomi. Shumica e njerëzve mendojnë që rritja e popullsisë domethënë rami ekonomike. Jo, ai thotë që rritja e popullsisë është ngritje ekonomike.